Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala dhe sonte do të flasje me një grua shumë të veçantë, kontributi së cilës kryesisht është në fushën e muzikës dhe të arsimit. Me mua dhe me ju sonte, ajo që do të hap kartat e jetës së saj është Jeta Dita, ish drejtoreshe e Shkollës së Muzikës Brenk Jakova dhe pianiste me profesion. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, është kënaqësi të jem me ty sot e dashur Elvana. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për ne që zhvillojmë një bisedë komplet tjetër, besoj nga gjithë ato intervistat dhe angazhimet që ti ke pasur më herët, sepse sonte do të njohim përmes kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Para se të vim tek kjo pjesë, zakonisht të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, çka kujton Jeta nga fëmijëria e saj deri në ditët e sotme? Pyetje shumë interesante, sepse zakonisht në për emisione këto pyetje janë kështu shumë të dëshirueshme, sepse fëmijëria është ajo që me siguri e përcakton edhe e determinon në një farë forme edhe personalitetin e njerëzit në vazhdimsi. Unë Elvana kam pas fatin të rritem pra një familje arsimdashës, por pedagog të lindur, do thotë të dy prindët e mi, Agroni edhe Kimetja, janë një shembull jo vetëm për neve, 4 fëmijët e tyre, mua, Bardhën, motrën time Bardhën, motrën e ndjerë Dritën dhe mentorin vllaun, të cilët na arritën me një dashuri të jashtëzakonshme dhe me një përkushtim sikurse çdo prind që rrit fëmijët e vet, por na dhanë një shtytje për t'i përballuar edhe sfidat e jetës dhe vazhdimisht jemi me ta në konsultim për çdo gjë që na ndodh, e mirë apo e keqe, thjesht një fëmijëri të jashtëzakonshme kam kaluar, por duke u rritur kam përjetuar edhe sfidat e jetës, sepse gjithçka e bukur nuk zgjat për gjithmonë, kështu që me të vërtet konsideroj dhe jam shumë falenderuese që jam në këtë pikë ku jam, sepse jeta është e tillë, ka baticat dhe zbaticat e veta, kështu që duhet ta pranojmë ashtu si stavë. Natyrisht. E thatë që fëmijërinë e keni pasur jashtëzakonisht mirë, të lumtur, pa brenga, por normalisht me kalimin e viteve përmendet që keni pasur dhe sfida. Çka kujton nga sfidat e jetës së saj Jeta? Para se të vim të sfidat, unë kisha dashur të tregoj se qysh e vogël kam qenë një fëmijë i parë në familjen e babës edhe të nanës gjithashtu. Dhe gjithsesi dua ta lidhi këtë me një retrospektiv ku dua të tregoj pak edhe për gjyshërit e mi, si nga ana e nanës, ashtu edhe nga ana babës, ata kanë qenë njerëz të mrekullueshëm. Gjyshja ime ka qenë edhe mësuesja e parë në Kosovë, një mësuese shumë e dalluar këtu te ne, e cila në fillim të viteve 45 ka filluar ta zhduka analfabetizmin në Kosovë, sepse atëherë 90% e njerëzve kanë qenë analfabet këtu në Kosovë. Gjithashtu gjyshi ka qenë një prej inspektorëve të parë të arsimit në komunën e Prizrenit, pastaj drejtori i rilindjes e kështu me radhë. Prindrit e mi profesor të shquar, drejtor të institucioneve të ndryshme si RTK, posta e Kosovës, shkolla Ismail Qemali, nana aty ka qenë drejtoresh, kështu që thjesht jam rrit në një familje e cila me të vërtet ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për brenda kësaj shoqërie, jo vetëm për fëmijët, jo vetëm për neve fëmijët e tyre, por për të gjithë brezat të cilët i admirojnë me një sinqeritet jashtëzakonisht të madh, për shkak se ai sinqeritet ka reflektuar nga vetë ata. Ata kanë qenë absolutisht tepër të sinqertë, sikurse që më kanë mësuar mua, fëmijën e tyre, i kanë mësuar edhe fëmijët e tjerë të Kosovës, të cilët sot janë shumë falenderues për atë çfarë kanë marrë nga prindrit e mi. Kështu që kjo është ajo që më bën praktikisht mua si personalitet, që më ka formuar një jetë strikte, një jetë me disiplinë, e bukur, edhe me trishtimet e veta, sepse nuk ka familje që nuk ka ndonjë peng apo ndonjë... Çka ka peng në këtë pjesë jeta nga e kaluara e saj? Shqiqoni, unë pengu më i madh imi është humbja e motrës sime. Para 11 viteve, Dritës, violiniste e shquar,
violiniste cila tragjikisht përfundoi jetën e saj në një moshë shumë të njohur. Por ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, me vite më është dashur të dal nga një situatë e cila u krijua në familjen tonë papritmas. Edhe pastaj ishin prindrit ata të cilët me të vërtetë na dhanë shtytje dhe u bën shembull edhe për shumë të tjerë se si duhet të tejkalohet një tragjedi familjare. Ata nuk na lanë në asnjë moment të jemi të mërzitur, të vajtojmë për atë çfarë ndodhi, por përkundrazi na mësuan se si duhet jetohet jeta, sepse nuk është në dorën tonë të zgjedhim se kush do të jetojë apo kush jo. Se unë si motër e madhe, pengu im ishte pse unë s'shkova, po shkoj ajo. Se është motra ime e vogël, kështu që ajo është Pjesa ndoshta më e dhimbshme e jetës time. Gjithsesi, jeta besoj që edhe nga kjo tragjedi fatkeqe që keni përjetuar si familje, ju ka bërë të ndiheni më të fortë në situata të caktuara dhe ndoshta edhe tash një jetë ndryshe sot, nga që e keni parë më herët. Absolutisht. Unë thjesht mendoj se këto sfida në jetë të bëjnë te të fortë, edhe thjesht ta tregojnë një rrugë tjetër të jetës, edhe ta tregojnë se si duhet ta shohësh jetën në tutje. Jeta nuk është gjithmonë shumë e këndshme për të gjithë, andaj unë apeloj që secili ta gjejë rrugën e vet dhe mos të dorëzohet për sfidat që i vijnë afër. Për poshtë kësaj tragjedie unë ende një vit nuk është bë, që humba edhe bashkëshortin tim, fotoreporterin e luftës Alban Bujarin, i cili me të vërtet lanë një zbrasti të madhe tek familja e tij, tek unë edhe 2 djemt tanë, të mrekullueshëm, Zjarin edhe Sharin, të cilës shfrytëzoj rastin t'i përshëndes dhe t'i uroj për forcën që kanë gjetë në këtë situatë të rëndë, sepse humbja e babait është një gjërave më të rënda, humbja e prindit, kështu që ata po e përballojnë me dinjitet, siç edhe janë rritur, siç edhe unë e Albani kemi kontribuar në rritjen e këtyre 2 fëmijëve tanë të mrekullueshëm, që po ju uroj si çdo fëmijë tjetër në botë më të mirat e kësaj bote. Jeta unë shpreh ngushëllimet e sinqerta për 2 tragjeditë që i paske pas në familje, siç e that, njëra ende pa u mbushur, një vit dhe uroj që tash tutje jeta jote të jetë po aq e mirë siç e ke pasur edhe fëmirinë për cilën ne filluam me fol, dhe po është shumë e vërtetë që ndoshta sfidat e tilla të jetës na bëjnë të shohim jetën ndryshe dhe mbase edhe të jemi më të fortë, po edhe më të ndjeshëm në të njëjtën kohë, besoj. Absolutisht ashtu është. Unë pajtohem me atë që thua, sepse sfidat e jetës të bëjnë gjithsesi më të fortë, edhe secili prej nesh duhet bëhemi shembull të tejkalimit të situatave të cilat na vijnë jo për shkaqe që ne i dëshirojmë, por ato vijnë ashtu edhe duhet i pranojmë ashtu si. Natyrisht. Kthehemi edhe pak tek pjesa e bukur e fëmirisë tënde. Se zgjodhe të merreshit me artin e muzikës? Shumë interesante, sepse isha me qerdhen në një pushim vere, qerdhja na qoj, disa, po mendoj fëmijët e klasës, edhe ishim një javë në Beqiq. Beqiq është në malin e Zi, një vend bregdetar, shumë i bukur. Kur u ktheva prej Beqiqit, kishte lind motra ime vogël Drita, edhe prindrit paraprakisht e kishin bërë një porosi të një pianoje të re në Beograd, atëherë sepse këtu në Prishtinë nuk ka pas, edhe kur hyra nder, nana edhe baba më pritën, thanë, Jeta, e kemi një surprizë për ty, edhe unë thash, motra, se e disha që ka lind motra ime e tre Drita, e ndjerë tashmë, e cila absolutisht më mungon shumë, thanë, jo, e kemi një befasi tjetër për ty. Kur hyra në dhomën e madhe, kur e posh një piano 3, besoni stepa, sepse ishte një satisfakcion, një gëzim tepër i madh i imi, që të bëhem me një instrument të cilin as nuk e njihja drejt me tregu mirë, por ishin prindët e mi të cilët ishin dashamirë të muzikës klasike dhe kishin dëshirë që fëmijët t'i orientonin në këtë drejtim. Kështu që baba inxhinier, nana teknologe, të dy
inxhinier të profesionit teknik, edhe vendosën që fëmijët e tyre t'i drejtojnë në një tjetër kohje, do thotë në muzikën klasike, se të trijat motrat jemi marrë me muzikë. Muzikë klasike. Shumë interesant se zakonisht prindrit insistojnë që profesionet e tyre të trashëgohen. Ju e pas këtë pasur të kundërtën. Ne kemi pas kundërtën, sepse edhe gjatë fëmirisë time, gjyshi ka pas një gramofon të vjetër, edhe ai sa herë ka dalë jashtë shtetit ka ble pllakat gramofonit me muzikë klasike, Strausi, Chopini e tjerë, do të thotë janë dëgju, i kam dëgju si fëmijë dhe kemi vallëzu me vajzat e agjes e me motrat e me vllaun, kemi vallëzu me muzikë të bukur klasike atëherë. E bukur kjo. Mirë, Jeta, do të kemi mundësi të të njohim edhe shumë më shumë ndërmes hapjes së kartave. Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni dhe është koha që të nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse vetëm pas pak Jeta Dida do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio për ju shoqëron emision e Hynesha me ju jam unë Elvana Shala e përballë sonte kam Jeta Didën, të cilën unë e prezantova si një pianiste jashtëzakonisht të suksesshme, por edhe ish drejtoresh e shkollës së muzikës Prenk Jakova, ndërkohë që teksa po pauzonim, më tregoi që aktualisht i ka hyrë edhe politikës dhe në fakt është asambleisja më e votuar në komunën e Prishtinës dhe po pret ta merr mandatin zyrtarisht me datën 9 dhjetor. Jetë more prej muzikës, prej artit, prej një familje që janë marrë me profesionet të teknikës, do të thoja, të inxhinieringut në politikë. Pse ky ndryshim? Ishte Hajrullah Çeku, koleg i cili me të vërtet më ka bërë përshtypje këtë kohë që kemi konkuruar për Prishtinën bashkë, një njeri jashtëzakonshëm i cili më bëri ftesë që t'i bashkohem grupit të asamblesë për komunën e Prishtinës. Dhe absolutisht atë njeri nuk kisha mundësi ta refuzoja, sepse unë mendoj që është një prej njerëzve të cilët me të vërtet kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në artin, trashëgëminë kulturore të Prishtinës edhe të Kosovës në përgjithësi. Shumë në çështje politike se jemi në prag të zgjedhjeve. Nuk po du vetëm ta politizojmë. Gjithsesi e kuptojmë respektin e madh që e keni për kjo. Kjo ishte ajo që nuk kisha mundësi me refuzu edhe me shumë plotësi e pranova ftesën për të konkuruar si asambleiste dhe bagazhi im në shkollën e muzikës si drejtoreshe e shkollës me një sukses të jashtëzakonshëm ku reformova atë shkollë për shkak se unë vetë isha 42 vite pjesë e asaj shkolle. Do të i dija gjitha problemet e asaj shkolle edhe me të vërtet kontributi im për këto 5 vite si drejtoresh ka qenë i jashtëzakonshëm që besoj se tash nuk po du me lavdu vetëm, por do t'jetë një prej periudhave më të frytshme që shkolla muzikës ka pas. Janë realizuar diku rreth shumë shpejt, kështu po e tregoj, diku rreth 10 bashkëpunime, memorandume bashkëpunimi me institucionet si motra muzikore dhe artistike në vend, Baleti i Kosovës, Filharmonia e Kosovës e tjerë të cilat edhe i kemi jetësuar dhe janë koncertet jashtë Kosovës me të cilat janë prezantuar për mbi 80 fëmijë të shkollës sonë, me korin edhe orkestrën e shkollës, ku kori dhe orkestra, si dhe baleti i shkollës sonë kanë marrë një hap apo një hof të rëndësishëm i cili besoj se do të vazhdoj me të njëjtën ritëm. Natyrisht. Jeta keni dhënë dorëheqje nga të qenit drejtoresh e shkollës, po besoj që do të keni mundësi të vazhdoni të njëjtin kontribut sot edhe në rolin e asambleistës në komunën e Prishtinës, pa çka unë s'kam fare dyshim. Po, unë kam dhënë dorëheqje për arsye se përfshirja në politikë mendoj se etika profesionale, personale, integriteti personal thjesht nuk ma lejon që të mirët të fus edhe shkollën në çështje politike. Mirë, për te politikës, ne sonte jemi këtu për të folur për jetën, e ti tash do të hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva, i gati. Po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. E kaluara. Po, në fillim, në mes, në fund, të duash, zgjidhe një dhe ma jep. Normalisht. Çfarë ndjenje është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur e kujton të kaluarën tënde, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vinë në mendje? Apo ka të bëjë me ato që sapo i përmendëm?
me humbjet. Pikrisht janë humbjet ato që janë të pakëndshme, sepse mendoj se personaliteti im, gjërat pakëndshme nuk tërheq. Absolutisht unë përpiqem që t'jem korekte, t'jem e dashur me të gjithë. Mundohem natyrisht sepse kemi edhe ndonjëherë ndonjë Moment. gjë që nuk shkon, por në përgjithësi mundohem t'jem korekte, t'jem e afërt dhe të pasqyroj atë anën pozitive e mos t'kem ndonjë Moment pa këndshëm natyrisht. Kjo duket në fakt edhe nga qasja juaj, edhe unë nuk kam fije dyshimi për këtë, por si janë të tjerët në raport me ty në këtë aspekt? Ose si reagon kur të tjerët janë ndryshe nga ti? Kjo është një reflektim, besoj, sepse unë e di si drejtoresh e shkollës kam pas rastin të takoj shumë prind të shkollës, sepse 850 fëmijë janë pjesë e shkollës muzikës dhe mundeni me marrë me mend që ka shumë prind që vinë, apo ndonjë ankesë, apo ndonjë sugjerim për shkollën e tjerë dhe qasja që ndonjëherë ata kanë hyrë në zyrën time me një revolt për ta shprehur një pakënaqësi apo ashtu, derisa kanë dalë prej zyrës, kanë dalë në një mënyrë tepër të qetë. Kështu që kjo është ajo mënyra ime e komunikimit e cila besoj se është për tu vlerësuar sepse thjesht e fundit edhe kryesorja është komunikimi me njerëz. Unë besoj se aty njeriu edhe tregon faktikisht atë anën e vet të kulturës dhe edukatës. Dhe unë e them gjithmonë që komunikimi është baza kryesore për të ndërtuar dhe për të mbajtur marrëdhënie në fakt. Çka thot e tashmja në këtë pikë, si tani? Kjo është nga tashmja. Po. Mirë, që me të mesit ja ka nis Dida, Jeta, si ta përmenda mbi emrin. Mohimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ekziston një refuzim për të pranuar realitetin, duke pretenduar se ai nuk ekziston. Për shembull, një person që ka një varësi e minimizon ose nuk e njeh atë, duke pretenduar se e ka nën kontroll, duke mbrojtur veten me pretendimin se ai ose ajo ja del mirë në punë dhe në marrëdhënie. Kur dhe si e përdor një mohimin si një mekanizëm mbrojtës për ta thjeshtësuar, a është Jeta person që i mohon gjërat në jetën e saj? Ose situatat e ndryshme? Asnjëherë. Do të thonë, unë ballafaqohem me çdo situatë që më vjen përpara, sepse ashtu edhe jam rritur. Thjesht çdo situatë e konsideroj si të rëndësishme. Kjo është ndoshta pak një emet e imja, sepse mendoj se duhet parë jetën pak më lezher. Nëse mund të them kështu, sepse jo gjithmonë duhet të ndjejmë përgjegjësi për gjërat. Mendoj absolutisht që jemi përgjegjës, por thjesht duhet ta shohim në herë edhe në lart. Kështu të jemi pak më komod me sfidat e me çdo gjë që na paraqitet në jetë. Kështu që asnjëherë nuk e mohoj, i qasem shumë seriozisht gjanave. Kështu që këto janë virtytet mia, të cilat edhe më kanë sjell sukseset, edhe më kanë mësuar të ballafaqohem me sfida, por edhe më kanë ndihmuar të ballafaqoj. Po mendoj ti të kaloj sfidat që kam pas. Ka ndonjë rast që mos mohimi disa gjërave nga ana juaj ju ka shkaktuar dëm dhe mbase keni menduar në një moment duke thënë se më mirë ta mohoja? Po nuk më kujtohet, tash nuk di me ju dhani përgjigje të saktë, por mendoj se nuk duhet mohohen. Nuk duhet mohohen situatat, është e rëndësishme të mire në konsiderat të gjitha çfarë do që vinë. Unë edhe fëmijëve ju them, është më mirë të më tregoni të vërtetën për çfarë do që ju ndodh në jetë, edhe për gjërat e mira dhe për të këqijat, për arsye se të këqijat mund t'i zgjidhim bashkarisht duke qenë pjesë të atyre gjërave. Edhe të mirat natyrisht i gëzojmë bashkarisht, pse jo, kështu që këto janë ato konceptet për jetën, konceptet për të vërtetën, të cilat me të vërtetë më bëjnë që mos të ndalem edhe të vazhdoj në këtë. Absolutisht, në një rrugë të drejtë dhe të qelluar. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Jeta ja mori shpejt me mesin, ha? Po vazhdoj me mesin. Po. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, si do të jenë në gjendje njerëzit e tjerë të njohin ndryshimin në veten tuaj. A ka ndonjë qëllim të caktuar që do të punoj për veten e saj Jeta në një të ardhme të afërt për ta ndryshuar veten e saj? Gjithsesi, unë vazhdueshëm ndryshoj veten time. Ndryshoj veten time në disa aspekte periferike, jo në ato thelbësore në të cilat veç jam e krijuar si personalitet apo si person.
Thjesht aktiviteti fizik ka qenë një prej gjërave të cilat unë këto 20 vitet e fundit nuk kam pas luksin ta kem. Për shkak të një pune voluminoze që kam ushtruar Si drejtoresh. për së pari si pedagoge, pastaj si drejtoreshe shkollës, por edhe pjesë e Radio Kosovës, ku kam qenë për 17 vite autore e emisionit Muzikë dhe Poezi, pastaj emisionit Kult e këto 3